kerr si Çfarë kerri po vizito për Zafira? Ja, Volvo, unë nuk e ndroj Volvo. E që Zafira është prodhimi ytja? Ja, tash ka koinciduam, ato sigurisht... A së është juve? Si brando ma i vonshëm se erë një imë, ati. Dardo Giti, bravo. Pasi ki Zafira, e pse e këtë ratu brendin tanë? Po për Zafira dhe Zafir Berisha është interesant. Po, besoj që do mënën Opelli e ka marrë në emnin për meje, se unë tash 57 vjetë. E, që ka u po puna me policia po denojnë, Bazazov? Ja. Zguzojnë më bu? Jo që zguzojnë, aty kur bëj shkelje ose kur e lonë dënjerë makinën keqë edhe dënojnë, po shumë rrallë, sepse edhe nuk bëj shkelje edhe... Dënojnë për të najnë dënojnë edhe të ata, se po si dhe keqë. Ja. Mund me ndodhë dhe keqë kuptim, po jo i qëllimshëm. Faleminderit shumë që jeni se thash veprimtari i çështjes kombëtare ndër më të hershmit ka ona Prizrenit. Unë falenderoj shumë, po para se me kalu tek biografia jote që e ki shumë posër biografin, edhe me aktivitetet domethënë çështjes kombëtare, edhe me aktivitetet politike, po dal pak te nisma, çka po puna burra, po bëni koalicion me këta ju. Drejt në kallëzu, ju kësillove? Jo, unë zakonisht për që ato nuk jem politikon i mirë se foli drejt, ati. Edhe stutën as bi Fatmirit, as bi Albinit. Si pas këti mentaliteti që është kriju në Kosovë, në fakt nisma ka qëndrimin publik, të mënonën edhe tash kanë metë edhe disa ditë dhe në seancën e parë konstituive, dhe po shpresoj se para seancës partitë opozitare do ta kenë një mirë kuptim mes veti, që para se me shku në seancë me pas qartë se pas dështimit duhet me pas Albinit çka do të bëjnë këto. Për ndryshe nuk është mirë me shku deri në seancë pa u marrë vesh partitë opozitare, edhe pse peshohen në bazë deklarimeve, qëndrimeve, kërkesave, do t'jetë pak vështirë, po si do që t'jetë politika është kompromis. Allah e ka zëmë drejta ke full me Fatminin këtë ditë. Po jo ka... Po thujë që ja keni lyp 4 ministrije dhe kre parlamentarë. Këta janë ma bete, mualife që shtë në Gjakovatë. E qaja që dojnë për Berat Buzhalit që tha dhe më thonë nuk e qojnë avenin zhjede? Këtu është një problem tjetër. Këtu du të me menu këtë partitë opozitare, a dojnë me shku në zhjede a jo. Nështë arrit një jusinism. Po shqo, unë po menoj se ne do të qëndrojmë besnik ati qëndrimi që kemi pas edhe në fushat edhe para fushatës, se jemi të interesu që me nalën këtë qeverisje në vend, po këti qëndrimi du të mi kontribue edhe 3 subjekte tjera, përveç deklaratave që i kanë du të edhe në tavolin me kontribue që faktikisht mja shkurtu qeverisjen e keqe Albinit në Kosovë. Nëse hen, Bacazov, qka nëse hen Fatmir Limaj, hipotetikisht, që pe monë me shamull që hen bur, qka bënd te? Po unë njerë nuk besoj se hinë. Po qka nëse? Pa tash hipotetikisht unë s'muj më përgjigjën, po... Pa, a do t'jesh pjesë e nismës nëse hen ajo? Shqo, unë në fakt, do mënë kom qëndrimin shumë të qartë, si Zafir, gjithsesi, deri tash e kom bartë edhe në opinion edhe qëndrimin e nismës. Po vishti del kundra bura shqyqare, kështu haptas. Tjetër unë ka pak. Jo, unë jem kundër qeverisjes me Albinin, po një gjonë ta kuptojmë, jem edhe kundër shkurjes në zxedje në këto rrethona që është Kosova. E gelon pak si qile dhe ti dire. Po tash... Edhe Albini zajt e zemalloj. Qëshdo që të kuptohet, po nuk është mirë me shku në zxedje. E mirë, Bazazov, se du mund gusë. Ti niku i ke thonë Albin Kurtit analfabet. I ke thonë mja thonë një kalashi duket si aeroplan. I ke thonë Albin Kurti është e keqja e zeza e Kosovës. Me që t'njeri me një koaliciona? Jo, po unë qka fola deri tash. Po ti thonë mësë me që venin zhjede. A ma mirë me që venin zhjede, a me një koalicion me analfabet. Do të mu dakordue, do më partitë opozitare. Milon ndër skomcat, se thash politika me gjitha ta është kompromis, dhe partitë opozitare me thekë zveçon, nuk unë që nuk kanë provoj nga kalumja, sepse tashmo gjitha subjeket duke përfshije edhe këto që është në ikje nga qeveria, do më kanë bo koalicione në mezveti, pra nuk onë që po ndodhë era parë. Natyrisht për me arritën një marrëveshje, çdo njëri duhet nga vetvetja ka pak më lëshu pe. Kjo është sikur ajo çështja e pleshnitarëve kur e pleshnojnë një problem, një mosmarrëveshje midis dy palëve dhe për mu dakordue, pe marrë këto më si je marrë ka pak me pleshnim të problemeve dhe të lasheve, duhet të dy palët me lëshu pe. Unë thash, përveç deklaratave
gjithë subjekteve që janë domon për një koalicion të opozitës, domon ka pa kërkesa më tepër se që E cila duhet do me të i ishte pas. zgjidhja më e mirë, Baçazo? Sipas teje? Zgjidhja ime ajo që kom thonë vazhdimisht, domethënë në një Koalicion e koalicion opozitës. i opozitës. Po. E kryeministri kush? Tash varsisht që është dakordohen. E kryeparlamentar Limaj Selçana. Jo. Unë nuk menoj që në këtë moment, domethënë ka dikush ambicje, domethënë për ndonjë pozicion sa shumë e rëndësishme është për një edhe për vendin që mos shkojë rënd por zgjedhje dhe ti jepet një qeveri e cila ndoshta nuk mund të jetë shumë jetë gjate, po që mundet me bon kthesa të mëdha në këto rrethona gjeopolitike që po kalon Kosova, rajoni e Mëxher. Do deklaratat që i dha Fatmi Limaj që i ka thonë, që ja kanë keqkuptuar, në fakt, se ka thonë edhe vetë, Bek Berisha tani ka dolu ju ka shoku gjë shumë. Ju ka ofenduar. Po nuk mirëm unë me deklarata emocionale, ata Ka thonë zuzore, ka thonë, çka pa mendon? nuk janë as Ai ka politike. jenu Ramushja ju. Jo, unë nuk menoj, sepse ne thash pas zgjedhjeve kemi një qëndrim publik, cilin me gjos, nëse s'ka boj unë e kum boj pari, pastaj edhe të tjerët, që nisma është e përcaktuar deri në këto momente kur po flasim, domethënë që të ketë qeverit të partive opozitare dhe natyrisht do të funksionojmë si një grup parlamentar bashkë me aleancët. Po që dallimet midis dy partive ekzistojnë, ajo është ditë për fillimin, sepse ne jemi dy subjekte dhe dy subjekte kemi marrë pjesë në zgjedhje. Nuk është që ne kur kemi bërë koalicion jemi shkrim me një subjekt. Për çdo deklarata çka mendon Baçazo? O ka një keq interpretim, domethënë i fjalorit të Fatmiri që zakonisht është ma tolerant se shumë politikon të tjerë dhe ma eloquent kështu në deklarata, për ndryshe ato që e ka thonë atë natë, domethënë e ka thonë edhe një vjetë edhe 2 vjetë ma herët. Domethënë kur është pyetje interesi nacional i Kosovës, duhet me lënë anash dallimet. A ka pas një takim ndërmjet Limajt edhe? Me vetë vendosi nuk ka pas takim. Nuk ka pas, sigur. O zyrtarisht. 100% aty. E s'na ka zëvë çka bën ti nëse hinë ata koalicion. Unë metëm Zafiri që i kam qenë gjithmonë aty. Po do nisëm si e mo. Jo, unë s'po them që s'jem nisëm, sepse në fakt unë në nisëm jem për 2016-ës, edhe pse nisma është themelu ma herët, unë deri në 2016-ën kam qenë koalicion me nisëm si Bashkim Demokratik, subjekt lokal, në prizren që ku ma udhëheq për 6 vjetë. Për ndryshe, unë po menoj se nisma i ka, me gjitha ta një kryesi, i ka organet e veta, dhe në bazë të qëndrimeve që i kemi pas në takimin e fundit, domethënë